Të nderuar miq, pas ditën e sotme, SPAK-u i është drejtuar Kuvendit të Shqipërisë me një kërkesë për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku me qëllim për ta arrestuar, pra arrest me burg ose arrest në shtëpi. Pas kësaj kërkese të SPAK-ut ka reaguar kryeministri duke cilësuar hakmarrje të prokurorit të SPAK-ut Dritan Prençi, pasi kjo kërkesë vjen në një moment kur si shtetar ende boja e vendimit të gjykatës kushtetuese që e rrëzoi SPAK-un duke rikthyer në detyrë Belinda Ballukun. Por çfarë do ndodh tani në vazhdim do të flasim me mikun e emisionit ton, Zaça Islami, avokat, përshëndetje edhe faleminderit shumë. E di që keni bërë të pamundurën që ne të flasim sa më shpejt për këtë çështje dhe unë të falenderoj shumë. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, avokat, një diçka e papritur kjo apo e prisni të Jo, është shumë e pritur bile dhe unë po të them Edi Rama nuk ja heq imunitetin asaj se ka 83 deputete, ka gjithë shumicën me vete. Nuk ja heq Edi Rama imunitetin se do vej vetë pas saja. Megjithatë, të dini një gjë, po që se ajo arrestohet, Edi Rama do të bëjë dorëheqjen dhe të dorëzoj qeverin, dorëzoj pushtetin. Po kështu kemi thënë, avokat, po të tjerët, kështu kanë thënë për Veliajn, për Tahirin, për Beshajn, për Ahmetajn, e shumë të tjerë dhe s'ka ndodhur asgjë. Jo, ka ndodhur, është bërë grushteti në fakt, kundër drejtësisë. Të kundërshtosh vendimin e gjykatës speciale të gjykatës edhe të prokurorit të SPAK-ut dhe të kundërshtosh kërkesën e atyre të cilët me çdo kusht kërkojnë që kjo zonjë të vejë para drejtësisë dhe ky që i shmanget drejtësisë, çfarë është ky? Ky kujt i shërben? Është kryeministër, është njeri i ligjit apo është njeri i rrugës? Është band, është kapoband që nuk që i ruan ata bashkëpunëtorët e tij. Se kuptojmë çfarë është. Se deri tani nuk po del çfarë është. Avokat. Nëse ky Po. Nëse ky këmbgul dhe nëse Kuvendi nuk i heq imunitetin asaj zonjës, atëherë në Shqipëri ka mbaruar çdo gjë. Jemi në diktaturë të plot, fashiste, naziste, izraelite, në këtë lloj diktature jemi. Pra, ai s'ka rrugë tjetër. Duhet me çdo kusht, nëse do që të shpëtoj kokën e vet, të paktën pa për hë, atë duhet ta çoj para drejtësisë. Ka shans avokat që zonja Balluku t'jap dorëheqjen, edhe ta vazhdoj këtë rrugë të betejë e vetme pra pa postë qeveritar, duke mbështjetur me faktin që shiko, la dorëheqjen këtej dhe të vazhdoj betejën juridike nëpër gjykatë për interpretime të mundshme, por pa ju hequr mandati. Po që është mandati ajo tallet me të tërë, se merr do të pandehur si çdo ti kur është me mandat. Avokat, mendoj që Rama dinte diçka kur e ngriti shqetësimin e BKH-s të dielën ajo të hënën mund të jetë firmosur urdhri të martën doli. Pa tjetër që ai di të tëra, i ka të tëra në dorë, i kanë tavolinë, unë para shumë kohë që kam thënë që Edi Rama si ka vajtur letra e zezë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë tavolinë. Edi Rama është i dënuar në Shtetet e Bashkuara 7 vjet. Është i dënuar zotëri. Prandaj Edi Rama dhe që nuk është arrestuar kur ka vajtur në Amerikë, nuk është arrestuar vetëm sepse ishte i mbrojtur nga posti kryeministrit. Tani kjo zonja që i kërkohet të hiqet imuniteti, unë mendoj që nuk ka shanse të heqin imunitetin. Vetëm se në qoftë se Edi Ramës i vinë urdhra të prera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga FBI amerikane, që ti thonë ti zotëri, po mbron një hajdute, ti je hajdut vetë, ti s'meriton të jesh në krye të qeverisë shqiptare, ti je rrezik për Amerikën, i e rrezik për sigurinë amerikane, kështu që vetëm ata mund ta çbllokojnë situatën, këtu brenda harrojeni. Avokat, po mund të jetë i luftë brenda Partisë Socialiste dhe në momentin e votimit, se votimi është i fshehtë në mos gaboj. Në momentin e votimit mund t'i japin duar. Pak shpresa kam. Ekziston dhe mundësi
ekziston e mundësi që gjysma e tyre t'japin dorëheqjen, që ai të dalë, po ka pjesën tjetër, ka Salihun që e mbron. E mbështet Salihu do ta mësoj dëgjoni këtu, ta dëgjojnë shqiptarët. Në qoftë se Edi Rama si ikin një numër i caktuar deputetësh, të dini një gjë, ata do të zëvendësohen nga deputetët e Partisë Demokratike në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Ka mbaruar e punë. Janë bashku, kam thënë, janë komunistët shqiptarë që nuk e lëshojnë njëri tjetrin. Komunistët atë partinë e tyre, ideologjinë e tyre kanë fe, janë të betuar që kur kanë lindur derisa sa të qërojnë nga kjo botë. Pra dy rrugë janë, ose Edi Rama ta lëshoj atë zonjën, ose të ikin të kërkojnë socialistët, deputetët socialistë ta shkarkojnë nga detyra, të kërkojnë mosion mosbesimi. Dhe 40-50 të dalën, se ata do të shikojnë veten e tyre në rrezik. Se ata e dinë që po iku Edi Rama do ikin data, kështu që ata duhet ta bajnë Edi Ramën. Dhe për këtë do ta ndihmojë Sali Berisha. Avokat, ka shanse që një tjetër skenar edhe si justifikim mund të jetë fakti që Rama mund të thotë unë do pres deri në 22 janar që të flas gjykata kushtetuese në themel për çështjen që është në themel, për nëse ka të drejtë Spaku të pezulloj me vendim gjykatës një antar qeverisë dhe më pas shoh ç'a bëhet, po dëm vendime për Belinda Ballukun. Fjalori e Edi Ramës, fjalori i këtyre i banditëve të drogës dhe të krimit, fjalori fyes që përdor ai për strukturat e Spakut, për të cilët ka votuar vetë, si Qeçua, ka vetur dhe ka votuar vetë. Ai nuk e shpëton dot më këtë situatë, tani që kanë marrë Amerikanën në dorë. Unë këtë besoj. Nuk mund të dalë tani kundër drejtësisë një ratë parë, se ai del blok për vetë të tia. Pra dy rrugë janë, ose deputetët e Partisë Socialiste të dalën një grup i caktuar deputetësh dhe t'i heqin shumicën atij në parlament, për pasojë të kërkojnë bën zgjedhje të reja, ose të marrë pushtetin qeveria teknike që është në këmbë qeveria teknike, dhe të tallen këta. Atë e di mirë unë, ajo qeveri do shkoj shumë shpejt në zyrat e shtetit. Se po s'vajte ajo qeveri në zyrat e shtetit, Shqipëria s'ka për të bërë prokopi, dhe Shqipëria është e tratuar. Pra, Edi Rama këtë e di, ndaj dhe i trëmbet shumë Ballukut, por Ballukja e ka ndorë, e ka kastruar Edi Rama. Avokat, po kalojmë tek ana tjetër tani, Spaku. Në qoftë se drejtësia pengohet për heqjen e imunitetit, a si mund veprojë, kush janë rrugët? Është grushteti, s'ka më rrugë tjera. Pengosh drejtësinë të kryejë detyrën. Nuk mund të avancoj më tej me hetime. Qa do hetoj? Ka hetuar i ka në doset gati. Qa do hetoj? Një më zotëri, pritet që të zbatohet uri prokurorit, që ata të shkojnë, ajo zonja të shkojnë para gjykatës. Qa ka për që hetuar aty? Një më është grushteti, po them, hani shqip, të e kam thënë me kohë që grushtetin drejtësisht bërë, e kam thënë para 3-4 vjetës, kur është dënuar ai gjyktari i KPA-s. Ai që u dënua nga ai prokurori që u emërua tani, u dënua me falsifikim intelektual. E keni thënë për Klodian Bravo. Bravo, që atëherë bërë grushteti në drejtësi. Tani po jepet dora përfundimtare. Shpresoj që t'i thresin mendjes këta që janë politikanë, se janë politikanë, janë hajdut, po kanë zënë kariket e politikës, shpresoj që t'i thresin mendjes dhe të lënë drejtësinë të bëj punën e vet. Por të marrim situatën që do votohet pro, mendoni që do jetë arrest me shtëpi apo arrest në burg? Pra viti i ri, si do ta gjej viti i ri? Viti i ri atë do ta gjej në dhomën e këtyre në paraburgim. Viti i ri atë duhet ta gjej në paraburgim. Tani
se që luhet në për kulisa, në për zyra, në për... Si që bë votimi gjykatës kushtetuese që asaj zonjës i vajti disa sekonda për para se që të votën i vajti urdhri i thanë stop, nuk do votosh këtu, po do votosh këtu. Kështu bën të tëra, këtu që bie minuti nuk e bie viti. Por megjithatë unë shpresoj dhe kam besim që drejtësia do fitoj në këtë rast. Por sikur e thatë ju pak më lart me mbështetjen e amerikanëve. Po pa ata s'bën gjë këtu, harrojeni. Pa Amerikën këta në hanë gjallë. E di që bën ai? Pa Amerikën ai bën një Waterloo. Se ai ishte me iden me mendimin e ligjit 14, pas meje edhe të digjet bota, dhe të përmbyset bota. Është kriminal ai, se ai shikon që tani ka ngelur dy duar për një kokë. Ka ndihmës të shkëlqyer në thonjza, për atë lloj grupim njerëzish të Sali Berishës, e mbron ai. Thuhet dhe dëgjojmë në për media gjithandej që ata janë takuar në shtëpinë e Zamirmanes, të dy Saliu me gjithë Edi Ramën. Po kjo avokat, ky rast mund ta ndihmoj për protestën e 22 dhjetorit, se duket sikur po shkon po çon mudhiri ujë në rrjedhën e tij apo jo? Jo, po nuk do ta bëj dot protestën e 22 dhjetor Sali Berisha. Ja po ta them unë, nuk do bëj deputashtu protestë. Për këtë do bëjmë protestë. Ja unë jam demokrat i parë. I parë. Çfarë do më thuhet? Përse do vetëm të bëj? Për këtë do protestoj. Cili është objekti i protestës? Për Ballukun. Ja. Po ata sikur janë në opozit me Ballukun. Pra, do dalë të shkojnë në regjinë. Atë që kam të gjithë një, janë komunistë, dhe mbrojnë atë strukturën e Partisë Komuniste, e Partisë Punës Shqipërisë në pushtet, se ata janë në pushtet. Ndash opozit janë komunistët në pushtet. Edhe diçka të fundit kam avokatat për ta mbyllur tek pasuria. Mendoni që do futet pasuria, hetimi tek pasuria e zonës Ballukut dhe të tjerëve? Hetimin për pasurinë e zonjës Ballukut dhe të ballukeve të tjera, dhe të motër saj Pamela Balluku Qirko, që Pamela Qirko është ndarë, ka 15 vjetë që është ndarë nga i shoqi dhe mban emrin Balluku Qirko akoma, është Pamela Balluku, është motra e saj. Tani ju shikoni, ajo Belinda Balluku në postët më të larta të shtetit, e motër e saj në gjykatën në komisionin e apelimit, në KPK. Pra, këta janë dëgjoj zotëri. Këta janë ato tentakulat e komunistëve shqiptarë që kanë zënë të gjitha zyrat e pushtetit, në bazë dhe në qendër. Edhe pikërisht këtu qëndron dhe fuqia e tyre. Amerika ka vendosur ta shkallmoj këtë dhe unë kam besim absolut që do ta shkallmoj. Dhe ka filluar shkallmimi me këtë urdhër të prokurorit. Dhe do vazhdoj me futje në burg të dy këtyre krye kriminalëve, Sali Berisha e Edi Rama. Avokat, të falenderoj shumë për këtë analizë të shpejtë. Të jam mirënjohës shumë edhe në emër të publikut të falenderoj. Edhe unë të falenderoj megjithëse jam shumë i lodhur dhe ti e di që nga vi. Unë i di rrethana edhe udhtimin e fundit nga ju u kthyet, prandaj thash që të falenderoj shumë për përpjekjen që bët që nuk më refuzuat të ftesën për të folur këtë çështje. Unë do t'i respektoj teleshikuesit tuaj sepse ata na respektojnë neve. Dhe unë patjetër edhe nga krevati do ngresha për të dhënë një mendim nëse duhej për të mirën e shoqërisë, për të sqaruar opinionin publik qytetar shqiptar. Sepse po bëhet një propagandë shumë e madhe, po janë mbytur nga zhurmat dhe nga mashtrimet dhe nga gënjeshtrat e opinionistëve, të atyre gazetarëve, të atyre spionëve të Partisë Punës dhe populli shkëlqës çoroditur. Unë shqiptarëve po ju them, Amerika do ta bëjë Shqipërinë të dashur vëllezër. Pik. Të falenderoj shumë avokat, edhe natën e mirë. Natën e mirë.